Sonte këtu në Prizma e kam Eli Sidherin, përkthyes shkrimtar. Eli, mirë se erdhën në Prizma. Mirë u gjitha. Sidheri është një mbjemën jo i zakonshëm, ose s'paku në Kosovë e ndëgjojmë shumë rrallë, ose pothuajse hiç. Edhe në Shqipëri nuk është i shpesht, është i shpesht më tepër në Greqi, në zonën e Selanikut kryesisht. Ka lidhje me, nuk ka lidhje, etimologjikisht vjen nga hekuri. Industria e siderurgjisë për punimi i hekurit, për shembull. Dikush në familje është marrë ndoshta me këtë profesion breza më parë, prandaj. Me ju doja ta nis kështu këtë intervistë. Ju keni takimi i parë i juaj me shqiptarët Kosovës është kur ata ishin refugjatë dhe ju ishin një i ri përkthyes. Edhe shqiptarët të Kosovës pothuajse takimin e parë kishin shumica dërmuese tyre kishin si refugjat me Shqipërinë. Është Majko me Jose Maria Aznar, kryeministër i Spanjës, për shkak se ju keni përkthy për kryqin e kuq spanjolle dhe ushtrinë spanjolle në atë kohë. A mundesh me sjell pak atë duhmen asaj kohe, domethënë të refugjatëve të është një kohë, mendoj, përcaktuese për mua vetë profesionalisht, po mbi të gjitha për të takim në ato rrethana aq të jashtëzakonshme, edhe njëkohësisht edhe jetike mes dy anëve të Morinës, mes dy shoqërive shqiptare që ishin zhvilluar për gjatë një shekulli, po edhe më gjatë se aq në mënyrë të ndryshme. Njohja jonë me Kosovën në Tiranë, shpesh e them kur jam këtu në Prishtinë që për rinin ose adoleshencën tonë në Tiranë, Kosova ishte Adelina Ismaili, ose kryesisht Adelina. Këto këngëtaret kosovare, muzika, kryesisht ato grupe që kanë qenë minatori TNT, që dëgjoheshin në Tiranë vitet 90, pa ai ishte imazhi, edhe sigurisht edhe pjesa e shtypjes e apartheidit të Miloševićit. Fizikisht nuk njiheshim. Fizikisht vërtet nuk njiheshim, kam pasur fatin që në vit të parë në gjimnaz kam pasur dy vajza shqiptare Kosove në klasë, por u larguan mbas anarkisë, mbas anarkisë në 97-s, edhe ajo ishte njohja ime e parë drejt për drejt me dikën nga Kosova, kështu që kur befas përballesh me mira shqiptarët Kosovës, kryesisht gra e fëmijë, refugjat, si ç'ndodhi duke nisur nga prilli i 99-s, atëherë është shumë i drejt për drejt impakti. Është shumë interesant se meqense se ju jeni edhe përkthyes prej gjuhëve hispanike, sidomos asaj spanjolle, është shumë interesant tash në aktualitetin cilin jemi raporti i Republikës Kosovës me Spanjën, politikisht cilësohet si jo miqësor, kurse këtu është një raport ndryshe. Në kujtimet e mia është tërësisht ndryshe dhe besoj edhe diplomatikisht dhe politikisht në atë kohë ka qenë ndryshe, sepse Aznari, Jose Maria Aznar, ka qenë kryeminist shumë i suksesshëm i Partisë Popullore të Qendrës së Djathtë. Aznari ka qenë mbështetësi më i flakt edhe sipas raporteve diplomatike të kohës i bombardimeve të Serbisë, i ndryjes ushtarake ndaj Serbisë bashkë me Tony Blairin. Dhe për atë arsye ka pas edhe përplasje deri në OKB për shembull me Castron, Fidel Castro, diktatorin kuban që ka qenë përësisht në anën e Miloševićit. Dhe kampi në Hamallaj, për shembull, ka qenë një kamp ku ka pasur i ngritur nga ushtria spanjolle, me administrimin e kryqit kuq spanjoll në Shqipëri. Hamallaj është një fshat afër Durrësit, Hamallaj Rashbull. Ka qenë një kamp që ka pas diku ke 5.000 a 3.000, ka kaluar shumë kohë realisht, po mira gra e fëmijë kryesisht nga Kosova kanë qëndruar në atë kamp për gati 2 muaj dhe ka qenë i ngritur nga ushtria spanjolle, domethënë nga shteti spanjoll. Menaxhuar nga kryqi kuq spanjoll, dhe kryeministri Aznar, siç dëshmohet nga këto foto, ka ardhur në 29 ose 30 maj. Këto foto janë të 30 majit, janë foto zyrtare. Zyrtare spanjolle. Ka qëndruar gjatë, ka takuar edhe mjaft refugjat të vegjël. Fotot e tregojnë vetë sa edhe sa i përzemërt është edhe sa të lirë ka pamjen. Dhe më pas ka pritur po në atë vit, muaj ndoshta nuk e mbaj më të mirë, ka pritur zyrtarisht Rugovën në Madrid. Mi pritet zyrtare siç kushtohet një dinjitari të lartë, një presidenti pikërisht, edhe në atë rast ka foto. Rugova vetë kujton atë takim. Ka pas një qendrim shumë të hapur ndaj Kosovës. Kfori spanjoll ka qenë i pranishëm në Kosovë deri në 2008 në Istog. Gjërat ndryshuan pastaj për shkak se edhe Aznari u largua nga pushteti në 2004 mbas 2 atentateve të përgjithshme të 11 marsit të Al-Qaedës.
dhe me ardhin e socialistëve ndryshuan gjërat, pastaj u kthyen prap popullorët. Ka pas defekte besoj nga dy anët. Komunikim ose mos komunikim ose komunikim të mangët, edhe një anim për mua jo shumë përshtatshëm të opinionit publik në Kosovë në anën e independentistëve katalan, gjë që nuk shihet me shumë simpati në Spanjë, edhe rrethana tjera gjeopolitike, po për shembull tani qytetarët e Kosovës që vjet në janar mund të vizitojnë lirisht Spanjën. Ka një zbutje. Është një lidhje gati se egzotike mes shqiptarëve dhe Spanjës. Koha kur shqiptarët kanë shku me luftu në Spanjë. Është shumë interesant, ju keni jetuar atje. Që është ky relacioni, si e kujtojnë ata këtë relacion, këtë histori, është shumë interesante, domethënë atje te Petromarko kur janë shumë, kanë qenë edhe ka edhe dëshmor nga Kosova. Kada kanë përshtypur një prej tyre. Asim Vokshi, Petromarko, Asim Vokshi, janë disa. Ju keni pasur në këtë emision Bashkim Shehu, babai vet ish kryeministri Mehmet Shehu ka qenë komandant batalioni në anën e vullnetarëve të Republikës. Shumë interesant kjo histori, domethënë çfarë po them, gati është edhe egzotike kështu. Lufta civile spanjolle ka pas tërhequr vullnetar nga tërë bota, në dy anët, edhe në anën e Frankos edhe në anën e Republikës. Edhe ajo nuk është shumë e habitshme, besoj shumë të rinj idealistë përparimtar përfshi edhe nga viset shqiptare, vendosën të shkonin të luftonin për Republikën përballë me rrezikun e fashizmit. Po si e shohin ata këto ose spanjollët e njohin dhe e vlerësojnë, për shembull edhe në rastin e Bashkim Shehut, që është përkthyese e shkrimtarit më të njohurit bashkëkohor shqiptar, për atë arsye është në Spanjë, sepse i njihet veprat e babait të tij në përshtypjen time, ai jeton në Barcelonë. Spanjollët e vlerësojnë çdo që ka luftuar në truallin spanjoll për Spanjën. Do theksuar që edhe përpara luftës civile shumë stradiot arbror kanë pas vajtur të luftojnë për mbretërit e përperandorët spanjoll. Duhet theksuar që Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, ka qenë i lidhur me, edhe kjo është arsyeja pse arbreshët mërguan në truallin italian mbas vdekjes së tij, ka qenë i lidhur me mbretin Alfons të Napolit, i cili ka qenë spanjoll. Ka qenë i përkisë të mbretërisë të Aragonës, e cila më pas do të bashkëtohej me Kastilian duke krijuar Spanjën bashkëkohore. Në lidhjet janë më të lashme. Donika Kastrioti është me shumë gjase e varrosur në një manastir në Valencia. Pikërisht për atë arsye. Lidhjet janë mjaft të vjetra, jemi mesdetar të dy popujt. Për shembull ka një shprehje që në Shqipëri e përdorim që është katalani që vjen nga deti. Katalani gjithmonë përfaqëson një përbindësh që një njerëz të rrezikshëm, ato realisht kanë qenë kompanitë katalane, kanë qenë mercenarët katalan që vinin edhe thirreshin nga zotrit e ndryshëm despotët ballkanik në ndihmë tyre dhe bënin pastaj kërdin me plaçkitje dhe ka mbetur katalani si simboli të keqes. Është interesant se Spanja si duket në një farë forme ka zgjidhur këtë problemin kushtimisht mes herojit dhe tradhtarit për shkak se varrezat kundër ata që kanë luftuar kundër Frankos dhe ata që kanë luftuar me edhe kundër të tjerëve në fund janë varrosur bashkë dhe kjo është me një farë maksime pastaj se të dy palët kanë luftuar për Francën, për Spanjën. Është interesant kjo me zgjidh një farë problemi që ne shqiptarët një do ishte. Ne shqiptarët duket edhe sa të kësaj dite kemi të pamundur. Ne ende ndajemi në Shqipëri me Partizani Ballist. Pas 80 vitesh, mendoj ky është viti i 81, po vjeti ishte 80 vjetori i çlirimit. Po, edhe këtu të ne ende vazhdon me qenë kryefjala spiuni, domethënë. Po pikërisht. Jo, Franco i dha një zgjidhje. Lufta civile në Spanjë ka qenë shumë makabre. Janë qindra mijëra të vdekur në mbas fitores të palës nacionaliste, i dha një zgjidhje, i varrosi gjithë bashkë. Pikërisht kanë luftuar për Spanjën, mirë apo keq. Mirë do ishte ta bënim edhe ne. Po e kaluara do duhet i përkiste të kaluarës, të mësonim prej saj, po mos të rinim tërkohën me kokë mrapa. Eli, kjo relacioni e preket ju pak që për më shumë se 100 vite shqiptarët në Kosovë dhe shqiptarët në Shqipëri kanë jetu si në dyshina, që nuk preken. Si eshe, për shkak se ju jeni në Kosovë gjatë, vini shpesh, vini gjatë, edhe në Shqipëri po ashtu, si eshe që të relacion, dhe më thënë, këtu ka një farë parulle kështu me dozë nacionaliste jemi një, a mos që kjo tendenca
për me qenë gjithsesi një, po e harron atë, po e pamundson edhe këtë bashkimin nëpërmes divergjencave. E the edhe ti është, mirë do ishte një bashkim në larmi, për shembull, një bashkim i larmive tona. Edhe po ashtu do të ishte edhe mirë që këto nuancat e ndryshme që kemi mos i nxisim për t'u larguar nga njëri tjetri. Nga 99-a e këtej nuk kemi arsye të mos njihemi, është 3 orë e gjysmë që është të vish nga Tirana. Edhe është mëkat që të dëgjoj dikë, habitem edhe në Tiranë, nga një dëgjoj njerëz që s'kan qenë asnjëherë në Prishtinë, ose edhe këtu më rrallë realisht, për arsye të detit e diçka shkojnë më shpesh në Shqipëri. Mos njihesh në 2025-ën me kushtet, me lidhjet që kemi tani me teknologjinë, me rrugët. Është e habitshme ose e bën me qëllim. Kur e bën me qëllim, një shqiptar i Kosovës, një shqiptar i Shqipërisë. Përballë njëri tjetrit, çka shet të ta dy, çka shohin këta të njëri tjetri? Edhe kjo është relative, varet. Nëse do të shohësh të ndryshmin, e shet të ndryshmin, nëse do të shohësh të përbashtën, gjua është e njëjtë. Mund të flasim me dialekte të ndryshme, po merremi vesh. Shumë më lehtë se me dikë tjetër nga fqinjet. Pastaj, mendësia shpesh është e ndryshme, ndikimet kulturore janë të ndryshme. Shqipëria është vend bregdetar, Kosova nuk është. Po, ndërkohë male kemi 2 palët. Edhe ato dallimet e vogla fshat në fshat nga një rajon në rajon i ka të njëjta Shqipëria siç ka Kosova, dikush nga Drenica, dikush nga Llapi, dikush nga Dugagjini këtu, dikush nga Labria ose Tropoja ose Shkodra në Shqipëri janë. Këto gjëra i kemi të njëjta. Ndikimet kulturore janë ndryshme, jeta e përditshme është shpesh e ndryshme. Ndërkohë që vështirësitë kemi shpesh të ngjashme. Të përditshmërinë e vështirë, mangësitë shtetërore, institucionale, mangësitë kulturore. Do duhet të njiheshim. Më duket ne në Ballkan vështirësitë kemi të ngjashme. Po jo, nuk i kemi të tërë të ngjashme. Ato që shikon viset shqiptare nuk i shikon këto ndërtimet e egra, betonizimin, papastërtinë, këto i kemi vetëm ne. Keq të vjen ndaj thuash, nuk na ka fajin as Serbia, as Greku, as Turku, i kemi vetë. Aty ku shqiptarët vetë qeverisin, ti has këto dukuri, ti nuk e sheh në Bullgari këto gjëra, ti nuk e sheh në Kroasi këto gjëra. Sepse është një problem i mendësisë tonë. Ato që e kemi tonën, kemi dëshirë ta abuzojmë shpesh, kemi dëshirë ta tej shfrytëzojmë, sikur mos kishte të nesërme. Hajde jetojmë në të sotme, të bëjmë pallat tjetër 17 kaç, sa më pak gjelbrim ose këto që thon tani këto gjelbrimet, kështu që orbitale që thuaj, unë preferoj një pemë edhe një park të këndshëm se sa shkurre në majt një pallati. Këto janë fajet tona. Realisht edhe kemi si të mira si të këqijat përbashkëta me shumicën. Nuk kemi pse kërkojmë dasi. Te çështja e përkthimit për shkak se ju jeni edhe përkthyes. Nuk do të flasim për Nolin dhe Shakespeare-in, mirë po... Mirë do ishte, po. Po, mirë do ishte. Mirë po, e mora se Noli është si... Për mua, ndoshta e më gabim, po është shëmbulltyra e atij përkthyesit. Më të epërm. Më të epërm, s'po guxoj të them ideal, se nuk s'ka. Ideal s'ka, po. S'ka ideal. Nëse do ishte ideal. Po, nëse do duke ideali, do duke kështu në përkthim. Çka është përkthimi? Në përmbledhas siç e nisi ti do ishte make translations, not war, po. Edhe për këtë të ndihmon, se përkthimi, sidomos kur jeton në rajone si tonat, kaq të fragmentuara. Për ta për një parantezë, domethënë kur ishte ajo lëvizja independentiste në 2017 në Katalonjë, që bën një referendum që nuk e njoh askush. Edhe kam pas bërë një artikull atëherë në shtypin spanjoll, në spanjisht, ku këto po ju thoja, këto pa ta shkruar, kisha shkruar Spanja është diku ke mbi 500.000 km2 madhe. Ballkani është 490.000. Spanja është një shtet, Ballkani ka 11 shtete, tash ja doni të bëni si ne, ishte ideja. Çfarë do na ndihmonte ne ose çfarë na ndihmon ne në rajonin ton? Me përkthim i njohim fqinjët në shpirtin e tyre, në brendësinë e tyre, në mendsinë e tyre, në përditshmërinë e tyre. Çfarë kanë fituar fqinjët tanë, si na kanë njohur ndoshta më mirë fqinjët tanë përveç se përmes Kadares, që është përkthyer në serbisht, është përkthyer në maqedonisht, është përkthyer në rumanisht, është përkthyer në greqisht. Ku ka më mirë se të na njohin nëpërmjet Kadares ose ne grekët përmes Kavafisit, përmes gjithë të mëdhenjve të tyre, Ricosit. Për këtë arsye, së pari ndihmon për këtë. Pastaj vetë përkthimi është si do ta njihnim ne dhe gjithë bota Shakespeare-in nëse nuk do të ishin përkthyesit e tij. Në Shqip nëse nuk do të ishte Noli, do të kishim mbetur në errësirë. Do na mungonte kjo dritare, çdo gjuhë këtë ka, dhe është shpreha më e bukur, çdo gjuhë është një dritare për ta njohur botën, për ta njohur tjetrin, për ta njohur fqinjin, për ta njohur këtë universin ton. Këtu pastaj përkthyesi bëhet edhe kaq kyç në këto ndërlidhje, në këto puqje, në këto pikë takime mes popujve.
me qenë se bëhet kaq kyç, a bëhet edhe një farë gjatë përkthimit, a bëhet edhe një farë bashkautori, të them kështu, jo i ligjshëm kushtimisht në përkthim? Edhe bëhet. Ti je bashkë pjesëmarrës minimalisht, sepse unë vetë përpiqem të vë në zbatim një lloj teorie që të jem sa më besnik ndaj versionit burimor të cilit do shkrimtar. Me gjitha sa ta lejen gjuha jote pastaj. Pikërisht, duke e sjell prapse sa më përshtatshëm në gjuhën time. Se Melmesa është kjo përshtatja pastaj. Përshtatja, prandaj ndër tjera në anglisht i thon interpreter, se ti interpreton. Nuk mund ta fjalë për fjalë, thuaj se në çdo gjuhë bëhet qesharake, dhe ky është edhe një nga problemet e përkthimeve të sotëm, është fjalë për fjalë, ja kur e bëjnë fjalë për fjalë përkthimin, mundesh. Duhet gjithmonë t'ia gjesh përshtatje në gjuhën tënde, të tingëlloj sa më origjinale në gjuhën tënde, duke qenë mundësisht sa më besnik edhe ndaj versionit burimor. Për sa gjuhëve përkthen? Deri tani në 8 ose 9 gjuhë, nga 8 ose 9 gjuhë. Sa e përthekon gjuha shqipe ta zëm me vokabularin e saj, sa e përthekon një gjuhë tjetër si anglishtja, si spanjishtja? Mendoj që e mishëron fare lehtë përkryer. Nuk kam pasur asnjë përkthim nga asnjë gjuhë nga cilët kam përkthyer që të kem vështirësinë shqip. Edhe është edhe një tjetër mangësi e mendësisë të sotme të mangët të shqiptarëve është ideja që shqipja është e cungët ose kështu. Nuk ka faj gjuha shqipe që fjalori i përdorur nga shumica shqiptarëve është diku ke 200 fjalë, 300 fjalë sa për një postim në Facebook. Ti nëse si di sinonimet të gjuhës shqipe, nuk ja njeh të gjithë fjalorin mjaft të larmishëm edhe të pasur gjuhës shqipe, nuk është faj gjuhës, është faj jotë që nuk e flet gjuhën tënde. Deri tani më është përshtatur ja. Shakespeare nuk kam pas fatin ta përkthej, po kam përkthyer Cervantesin. 3 novelat të tij, nga novelat e shkëlqyera që quhen, se nuk ka shkruar edhe ai vetëm Kishotin, tani po përkthej për shembull Unamunon, Miguel de Unamunon, që komenton Don Kishotin e Cervantesit, edhe nuk po gjej vështirësi, po punoj më shumë se nuk është e lehtë përkthesh Miguel de Unamunon, aq më tepër kur komenton Don Kishotin e Cervantesit. Kjo paka shumë çka po thoni ju, nuk është fajt e gjuha, është fajt e përkthyesi. Jo, është fajt e përkthyesi ose ke shqiptari që nuk e njeh gjuhën e vet, ose nuk do ta njohë gjuhën e vet. Ose edhe ke përkthyesi në këtë rast. Në bazë përvojës tuaj, sa e njohin shqiptarët gjuhën e vet, gjuhën shqipe? Pak. Edhe vazhdojnë të varfërohet, se është një lloj, si të them, një lloj kompleksi i gjuhës shqipe, që ose ne flasim një gjuhë të vogël, vetë ideja kur thuhet, për shembull kur thuhet për Kadaren, vjen nga një gjuhë e vogël. Nuk ka gjuhë të vogël. Ka gjuhë që e flasin shumë njerëz, ka gjuhë që e flasin pak njerëz, por gjuhë e vogël nuk ka. Nuk ka sesi, domethënë ti mendosh librat e shenjtë, nga vin nga Torahu i hebrinjve. Sa veta e flasin sot hebraishten? 5-6 milion. Bibla vjen prej aty, Kurani vjen prej aty, tërfet monoteiste, sa mund të kenë 4 miliard besimtar, vjen nga një gjuhë që e flasin 6 milion njerëz, e cila nuk është folur për një 2010, para se të ri themelojë shteti i Izraelit. E do themi ne që është gjuhë e vogël hebraishtja tani. Edhe shqipja nuk ka si të jetë gjuhë e vogël. Një gjuhë që ka nxjerr, që për shembull ka nxjerr Kadaren, nuk është gjuhë e vogël. Një gjuhë që është folur nga Gjergj Kastrioti nuk është gjuhë e vogël. Nuk ka gjuhë të vogël, ka gjuhë që e flasin pak njerëz. Fatmirësisht shqipen nuk e flasin pak njerëz. Këtë farë kompleksi, këtë farë inferioriteti, ose e kemi? Jo, e kemi, absolutisht. Kompleksi inferioritetit është diçka. Pastaj vetë përbuzja e gjuhës tënde, kjo është problem tjetër pastaj. Edhe mangësia që ka ndodhur me shkollimin në Shqip, në kohën e tranzicionit në Shqipëri, po edhe në Kosovë në viset e tjera shqiptare. Kjo është edhe habitja që në liri ne kemi filluar ta dobësojmë mësimin edhe t'i dobësojmë njohuritë e gjuhës tonë. Kur kemi qenë të shtypur, ne në Shqipërinë regjim Kosova aq më tepër në apartheidin e Miloševićit ose shqiptarët e Maqedonisë që kanë jetuar deri vonë në një apartheid ata, kemi qenë më të përkushtuar ndaj gjuhës, kemi folur më mirë, jemi kujdesur më shumë për të, se sa tani në liri që na duket kështu si diçka e tepër, është kjo dëshira për të globalizuar edhe gjuhësisht. E humb çdo tipar tëndin të rëndësishëm që të bën të çmuar në sytë e botës nëse përshpon veten tënde. Ne jemi shqiptar sepse flasim shqip. Nuk jemi shqiptar për një arsye tjetër, jemi shqiptar se flasim shqip. Gjaku i kuq është për këdo në glob. Njerëzit të njëjtë janë kur vjen. Vetëm se ne kemi pak më të kuq. Ne kemi të kuq edhe kuqezi e kemi ne dhe e kemi ato shkapën dy krenare në përvena. Po gjua na dallon, gjua na bashkon edhe gjua na dallon. Po duan të thonë që një nga arsyet që pse quhet gjua shqipe është që në kohën, besoj në mesjetën arbërore, kanë pasur një shqipoi ka qenë ideja që të kuptohem.
flas një gjuhë që e kuptoj. Unë shqipoj, ti shqiponj, shqip. Ndoshta nuk ka lidhje me shqiponjën, siç duam të themi, po është ideja që kuptojmë me njëri tjetrin. Ne kuptojmë për gjuhën shqipe, jemi shqiptarë se flasim shqip. Nëse përshpon gjuhën shqipe, përshpon veten tënde. Gege Tosk, përzgjedhja ishte për shkak se nuk ishte diçka të tillë kështu kë ka dhënë nano ka dhënë version të vetin për këtë relacion. Mirë, po ne do të flasim pikërisht për këtë titullin, Gege Tosk. Ju thatë merrem me vesh, shpesh herë ka këtu në Kosovë kritik vrejtje që ata në Shqipëri nuk na kuptojnë, ata në Shqipëri shpesh herë thonë ju në Kosovë flisni trash. E kemi një problem të standardit i cili diskutohet vazhdimisht. Dikush e thonë standardi e Enverit. Çu shihni ju? Me qenë se jeni përkthys, merrni me shkrime, merrni me gjuhën. Gjuha është mjet i punës tuaj. Unë mendoj që do duhet të bëni një monument gjuhës shqipe së pari, pikërisht për ato arsye që po thoja më parë, që është arsyeja pse kemi këtë identitet, pse ekzistojmë si kom në 2 shtete e gjysmë aktualisht, është fakti që kemi gjuhën shqipe. Kështu që fatmirësisht është arritur një gjuhë letrare, gjuha letrare do të vazhdojë se nuk është e ngurtë gjuha, nuk është si muri që kemi aty mbrapa. Gjuha evoluon. Po gjuha është prapse prapë, po ta mendosh greqishtja ka nisur të shkruhet nga Homeri para 3000 ca vitesh, edhe më përpara diku në Kret, dhe edhe një dikush që flet greqisht sot, për shkak të njëjtit alfabet të disa fjalëve arrin ta lexojë, po nuk është e njëjta gjuhë para 3000 vjetëve. Sikundër edhe shqipja nuk është gjuha e njëjtë e ilirëve e pirotëve, nuk është e njëjta gjuhë që është folur në kohë të Gjergj Kastriotit, po ajo është arritur një gjuhë letrare, e cila do pasurohet, do përmirësohet, po ti hyjmë gjithmonë me kazëm të bëjmë vitin 0 ose të larg qoftë si do bëhemi si kroatët që kanë kroatishten, bosnjakët bosnjakishten, malazezët malazezishten, sërbët sërbishten, ndërkohë që është e njëjta gjuhë. Nëse duam të bëhemi kështu, të themi do të unë flas shkodranisht, unë flas koçarisht, unë flas toskërisht, ti flet drenicisht, dikush tjetër prishtinisht, atëherë urdhëroni, vazhdoni, merrni kazmën, lopatën edhe apo të rrim brenda një rajoni gjuhësor, një suaze gjuhësore të përbashkët, të cilën e pasurojmë vazhdimisht me prurjet e secilit. Kam përshtypjen se kjo kërkesa, ky përjashtimi që thuhet se ju bë dialektit geg, kam përshtypjen se nuk lidhet vetëm me dialektin, po lidhet edhe me një përndjekje të intelektualëve që vinin sidomos nga Shkodra, edhe paga shumë më duket se kanë aty zjarri është më i madh, pa bërë apologjinë e regjimit që jam i fundit që do ta bëja. Nëse shikon filmat e kohës të realizmit socialist, i vetmi dialekt që lejohej përveç gjuhës letrare është dialekti shkodran. Filmat që ambientoheshin në Shkodër gjithmonë lejoheshin të bëheshin në dialekt. Edhe ai, edhe regjimi këtë gjë e toleronte. Për shembull Çifti i lumtur është një film legjendar që flet për i ambientuar në Shkodër në vitet 70, pas ndalimit të fesë, një mrekulli ju a këshilloj nëse se keni parë. Shumë i bukur se film. Aty flitet pastër në dialekte. Gjithë filmat që ambientoheshin në Shkodër lejoheshin. Do me thënë, nëse ka pasur apo jo, unë nuk kam qenë se s'kisha lind 72-shin, po e di që ka pas përfaqësues nga Kosova dhe nga gjithë trevat shqiptare. Nuk besoj se përfaqësuesit nga Kosova kishin në një kështu në kokë që të ngrinin dorën e ta pranonin. Mendoj që është gjetur një zgjidhje. Shikoj, edhe Italia flet një gjuhë letrare italiane që vjen nga koha e Dantes. Dante ka qenë nga Toskana, Petrarca ka qenë nga Toskana, Boccaccio ka qenë nga Toskana. Më të shkrijuar një gjuhë letrare italiane rreth 1300-s, e cila është pranuar pa asnjë detyrim nga elitat italiane, ndërkohë që kur bashkohet Italia, 2% e flisnin italishten. Edhe dallimet dialektore në Itali janë shumë më të theksuara, se Italia është shumë më e madhe dhe gjatë se sa që janë tonat. Me një sicilian, me një milanez nëse takohen, ju duhet përkthyes. Ose me një bolonjez me dikë tjetër që vjen nga Torino, nuk merren vesh. Gjuhën letrare e kanë pranuar, jo me kamzhik, as me fshikull, e kanë pranuar, kanë dashur të gjejnë një mënyrë për të bashkuar, e kanë bërë. Nuk del njëri të thotë sot na imponoi ne Viktor Emanueli 1861-shin italishten, hajtë bëjmë tash një. Janë ndoshta çështje popujsh të vegjël që vonë kanë arritur shtetësinë, edhe ende e krijojnë identitetin bashkëkor si ne që i kanë këto ndasi. Unë s'kam asnjë. Më njëjë që ka shumë fjalë gege, kur themi tashmë nuk është toske, do me thënë nuk është toske, do të thotë, nëse ka sa duash, ka një formë paskajore e cila është e pranuar në gjuhën letrare, të cilin e përdor Tirana
Nëse në Kosovë, në Shkodër thuhet ka me ardh, ka me bën, në Tiranë thuhet ka për të ardhur, ka për të bërë. Do me thënë, e ketë pranuar edhe një formë paskajore. Pse mos i vëm, ja kjo është ideja, do të gjesh ndasit, gje ndasit. Nëse do të vësh ndukje pikat e përbashkëta, ku puqen të gjitha palët, të gjitha shpirtrat e identitetit shqiptar, i gjen. Çka i mungon standardit, ose i mungon diçka standardit? I mungon në këtë relacion që po flasim. I mungon fjalori. Pa, ato jam edhe unë rregull. Fjalori. Mua vetë më ndihmojnë kur përballen me gjuhë huaja, për shembull kur kam pas përkthyer për shembull Modianon, ka qenë nobelisti i 2014-s. Po. Modiano përdor shumë si shumë për francezët, përdor shumë sinonime. Francezët nuk i bien të njëjtës fjalë gjithmonë. Ka pas raste që kishte 7 sinonime të ndryshme për një gjë të ngjashme. Atëherë i futesha fjalorit, nëse mungonte diçka, nxirja vija vetë në përdorim diçka që është nga dialekti korçar, për shembull. Dikush që vjen nga një rajon i caktuar i Gegërisë mund të përdori një fjalë. Do thotë fjalë fondi i fjalëve nuk ka pse të jetë i mbyllur. Këtë se gjen ke fjalori mos e përdorim. Jo, nëse është një fjalë shqipe, përdore, të vjen shumë ndihmë. Të zgjerohet fjalori. Struktura për mua mirë është, mund të ketë vend për përmirësime, por fjalori patjetër të zgjerohet. Nuk duhet të bëhemi të ngurtë tash, kjo fjalë është e përjashtuar, këtë e lejojmë. Edhe mundësisht, më fal, edhe më shumë mundësisht edhe këtë ka bërë Kadareja po ashtu, të pastrohet. Të pastrohet fondi i gjuhës shqipe nga ato ndikime të tepërta të huaja që janë të panevojshme. Nuk jam i sigurt, ndoshta e ka thonë Max Velos, jam i sigurt, po thotë që Kadareja e ka urbanizuar gjuhën shqipe. Domethënë e ka nxjerrë nga një nivel kështu. E ka nxjerrë nga një knet në disa raste dhe është neologjist një nga arsyet që për mua do duhet i viheshin më tepër si merit në duke Kadares është neologjizma që na ka prurë, që unë vetë i përdor me shumë mendje, duke hequr fjalë të tepërta turke sidomos, modeli nën kresës e me radhë. Mendo të përkthesh Shakespeare duke thënë ai i vuri kryet në jastëk. Pastaj u ushtrin dyshek, edhe mbulua me jorgan. Janë tëra ato qishtë. Ti mund të përdorësh shtresa, mbulesa, nën kresë. Tingëllon shumë më bukur shqip se sa. Ky problemi i standardit dhe toske gig, ky nuk është problem që rren veç në gjuhë. Ky del për te i këtyne kufive, bëhet edhe problem pastaj edhe përplasje identiteti, bëhet pastaj edhe përplasje politike. Nuk është... Besoj para 24-s në Shqipëri nuk ka pas një përplasje të tillë, sepse për shembull Mbreti Zog ka qenë i cili vinte nga Burreli, nga babai edhe ka qenë Tiranas nga Jëma, nga fisi i shquar i toptanëve. Zogu ka qenë shumë më popullor në jug se sa në veri, për shembull. Kryengritjet ja bënin gjithmonë nga veriu. Bayram Curri e tjerët ishin tërë verior. Nuk është të thënë. Në 44-ën, nga që partizanët e kishin terrenin e tyre më pjellor e kishin në jug, sepse normali jugu ishte më i urbanizuar, ato idealet antifashiste ishin më të fuqishme, grevat e para të punëtorëve janë bërë në Korçë, për shembull. Për atë arsye, nga që partizanët ishin më të fuqishëm në jug, u kriju kjo ideja e përballave. Dhe normal që edhe sot Partia Socialiste ka më shumë mbështetje në jug. Sa herë e djathta Partia Demokratike ka ardhur në pushtet Shqipëri, ka lëshuar më shumë rreth jug, domethënë jugorët e kanë votuar pak më shumë. Nëse janë dobët jug, nuk fitojnë kurrë në përgjithësi. Nuk është një çështje që lidhet me luftën e dytë botërore kryesisht edhe me atë luftën civile që ndodhi një herësh me lëvizjen e rezistencës ndaj pushtuesve që e kanë kriju këtë përshtypje, po realisht nuk është se ndihet. Fatmirësisht në Shqipëri sidomos, po besoj edhe në Kosovë, rajoni më i populluar është Shqipëria mesme. Është aty ku përzihen, domethënë Tirana, Elbasani, Durrësi, Kavaja. Në Shqipëritë mesme nuk ka një dallim shumë të madh mes aje Toska, aje Gega, ka ardhur nga Shkodra, ka ardhur nga Vlora, ka ardhur nga Beratija, ka ardhur nga Kuksi. Gjithë jetojnë në njëjtin qytet. Më shumë flitet dialekti Tiranas, që është një dialekt i but Geg Fushe, se sa dialektet Toske ose Gege. Ja si ndodh, përzihen me njëri tjetrin edhe është shkruar shumë, është diskutuar shumë, vazhdon të shkruhet, diskutohet, të polemizohet në këtë drejtim. Pastaj shteti i Kosovës, bërja e shtetit të Kosovës e nxiti edhe më shumë këtë, domethënë, këtë relacionin e identitetit që përmenda, domethënë, se tash jemi shtet, a duhet kemi edhe një standard ose jo, domethënë, çu shesh që të relacion. Nëse duam që shqiptarësia të përkas të kaluarës, le të vazhdojmë ta bëjmë.
Thash, larg qoftë bëhemi si malazeze e bosnjak e kroatë serb, që nuk them që janë një njëjti kom, po gjuhën e kanë pas njëjtë. Nëse duam t'ju në fakt në Jugosllavi ajo që është quajtur serbokroatisht, gjuha slovene, slovenishtja, domthonë slovenishtja është pak më e ndryshme. Po më e ndryshme dhe maqedonishtja dhe shqipja, këto katër gjuhë kanë qenë të ndryshme, kurse kjo serbokroatishtja pothuajse ka qenë. Nuk e pengon gjë Austrinë të ketë gjermanishtën si gjuhë zyrtare ose shumicën e Zvicrës. Nuk është e thënë që të ke një shtet edhe të kesh një gjuhë tjetër, ose Greqia me shumicën e Kiprit ose me radhën. Për të dhënë një shembull edhe më tepër, Spanja dhe vendet e Amerikës Latine. Spanjishtja, për spanjishtën kujdesen të tërë vendet ku flitet spanjishtja. Një spanjoll nuk është një Argentinas nuk është kolumbian, një kolumbian nuk është panames, po spanjishtën e kurojnë një lloj. Gjithmonë ka një akademi të gjuhës spanjolle në secilin vend spanjishtfolës dhe akademitë të gjuhës spanjollëve kujdesen bashk për pasurimin, për përmirësimin e standardit letrar të spanjishtes, gjithmonë në marrëveshje me njëra tjetrën. Ose njëjta gjë ndodh mes Portugalisë, Brazilit, Angolës ku flitet portugalishtja. I bëjnë me marrëveshje. Pa kërkuar asnjëherë ndasi. E ruajnë, për shembull, sidomos rasti i portugalishtëve. Portugalishtën në Portugali e flasin 10 milion veta, në Brazil e flasin 220 milion. Brazili ka një shpërpjestim shumë të madh, dominon Brazili. Por gjuha është e njëjtë, rrënjët i ka në Portugali, merren vesh bashk. Një fjalë e re, një mënyrë e re e shqiptimit të fjalëve, marrëveshje të reja ortografike që i bëjnë në mënyrë të përbashkët. Nuk ose Brazili thotë tash unë jam këtu 7 vete, aq më tepër jam 20 vite më shumë se ju, s'po ju pyes më, po e quaj brazilenisht. Ato ju shkon mendje largësisht. Pse se mbajnë përbashkën, përkundër që si popull janë të ndryshëm tashmë. A ne jemi popull i njëjtë, kemi gjuhën e njëjtë? Dhe kështu butësisht nuk më tingëllon normale, minimalisht. Dalim te letërsia. Nëse e shohim letërsia që vjen nga Shqipëria në Kosovë është shumë më shumë e pranishme se sa letërsia e Kosovës në Shqipëri. Besoj që e keni vrejtë dhe ju këtë. Pse është ky relacion? Mund të ketë mbetur, besoj si ka një shpërpjestim edhe këtu e vërtet është. Fatmirësisht shtëpitë botuese të Kosovës, me të cilat kryesisht bashkëpunoj unë, janë mjaft pranishme në Tiranë, po ndoshta ndodh më tepër përmes përkthimeve nga gjuhët huaja, nga autorët huaj, po janë të pranishme. Dukshëm në Tiranë, mjafton të shihet panajiri në Tiranë, po edhe librarit në Tiranë. Autorët të Kosovës e vërtet që ka më pak. Mund të jetë një pasojë e para 99-s edhe kjo, e fakti që duke qenë pjesë e Jugosllavisë, përkundër që autor shkrimtar kosovar ka pasur dhe jo pak shqiptarët Kosovës që nga vitet 60 e tutje. Kjo është diçka anormale, do të duhet të gjendej Chelsea për të pse ka një blokadë të tillë. Nuk e di ka blokadë të qëllimshme apo jo, sepse nëse librat botuar në Kosovë si përkthime gjenden në treg Tiranë, pse mos gjendeshin edhe shkrimtarët Kosovës, disa prej cilëve edhe gjenden fatmirësisht bashkohor kryesisht, po kësaj mund të gjendet një zgjidhje që nuk më takon mua, domethënë, po si fakt të kryer jam edhe unë i vetëdijshëm që është. Ka shumë më tepër shkrimtar, sidomos klasik nga Shqipëria, Kadare, Agolle, të tjerë, Spajue, kështu, që janë më të pranishëm në Kosovë. Juve, sa njeni letërsinë e Kosovës? Sigurisht që e njoh, besoj mjaftueshëm. Po, si e cilësoni si letërsi? A ka identitet kjo letërsi? Ka sigurisht, sepse ka pasur një mënyrë të vetëm se si është ngjizur mjedisi ku është frymzuar, rrethanat ku shoqëria që e kanë frymzuar ka pas veçoritë e saj dhe ka ndryshuar tërësisht nga përveç se shkruar në gjuhë shqipe, nga rrethanat, mjedisi, kultura, shoqëria, regjimi që ka qenë në Shqipëri. Kështu që sigurisht ka veçoritë e veta, për atë arsye meriton edhe më tepër të hulumtohet, studiohet, të lexohet, sepse e pasuron letërsinë gjithë shqiptare. Ju përmendet më herët kur folën për gjuhën që shqiptarët nuk e njohin gjuhën e vet. Edhe kjo vjen me bazë që vjen nga arsimi, nga arsimimi i tyre, nga edukimi. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë është më e theksuar, kam përshtypjen. Pse ndodh kjo? Pse nuk po mundemi me si dy vendet vogla, dy shtetet vogla, me bë diçka të përbashkët që do të nxiste pastaj edhe këtë anë, domethënë. Për shkak se nëse shohim departamentin e gjuhësisë edhe të letërsisë në Universitetin e Prishtinës, ishte në prag mbylljes, por me një infuzion të çuditshëm për m'u dhënë subvencione nga 1.000 euro
shkuan atje njerëz të cilët kishin nevojë për një mjerë, jo se kishin dëshirë për të studiuar gjuhën. Do të investoj shumë më tepër pikërisht në gjuhën shqipe, në degët e gjuhës shqipe, në mësimin e gjuhës shqipe që në 8 vjeçare, 9 vjeçare që është tani, unë kam për 8 vjeçare në kontime. Shiko, është edhe një dukuri që është ndoshta shumë tipike shqiptare, që është prania e pa qenë parimisht kundër tyre, prania e tej mase e shtuar e shkollave private. Në Spanjë, shkollat private mund të jenë 1%, edhe ato 1% janë për nivelin më elitar të mundshëm të bijve të miliarderëve, të manjatëve mediatike, të pasanikëve shkurt fare. Dhe ndërkohë për më tepër në këto shkolla private në shumica raste mësimi nuk bëhet në shqip, ose bëhet pjesërisht në shqip e bëhet kryesisht në anglisht, ose në ndonjë gjuhë tjetër. Ti nëse e mëson fëmijën tënd që në fillore në anglisht, shpret pastaj ti dia ai për shqipen, që aty do t'i ja heq rëndësinë, më ti shiko se është ideja ti jemi shqiptar po kështu me part-time, ose jemi shqiptar përkohësisht derisa të bëhemi qytetar të botës anglishfolës ose që këtu tregon. Atëherë shteti e ka gjuhën këtu. Do me thënë, një tjetër shembull spanjoll nuk po merret me Francën ose më të tjerë, në rajonin autonom katalan në Spanjë, në qytetin e Barcelonës ku 90% e njerëzve flasin spanjisht, se kryesisht gjuha katalane flitet në rajonet rurale të Katalonjës. Në Barcelonë me ligj në universitet mund të studiosh të paktën në shumicën e lëndëve dhe nuk regjistrohesh dot në universitet pa e folur gjuhën katalane. Në shkolla as që bëhet fjalë, gjuha katalane gjithmonë parsorë në krahasim me spanjishtën. Në dyqan s'mund të hapësh pa e njohur gjuhën katalane, nuk mund të regjistrosh biznes pa e folur gjuhën katalane. Tabelat nëpër dyqane duhet të jenë patjetër në gjuhë katalane kryesisht ose më shumë se sa spanjisht. Të shikosh bëjnë katalane për gjuhën e tyre që ndërkohë i kanë tëra drejtat. Edhe janë pjesë e një universiteti shumë të madh siç është Universiteti Hispanik që flasin gati 600 milion njerëz këtë gjuhë. Sigur të bënin mirë si katalanët, po ndërkohë edhe gjobat për keqpërdorimin e gjuhës janë shumë ndajse. Disa gjëra duhen bërë ligjërisht. Në çfarë kuptimi gjobat? Po nëse keq përdor katalanishtën ose gjuhën tënde, ti për shembull nëse një deputet, një zyrtar shtetëror, e njerëz që kanë përgjegjësi e keq përdorin, nuk e njohin gjuhën e tyre, larg qoftë një profesor, një mësues, nuk e njohin gjuhën, po ti për çfarë je aty o njëri? Ti po mëson gjuhën shqipe ndërkohë që vetë nuk e zotron as nivel fillore. Si do ja mësosh fëmijëve gjuhën shqipe nëse ti vetë përçmon duke mos e njohur mjaftueshëm gjuhën tënde amtare? Atëre, more ne kemi politikanë që nuk dinë me fol. Po pikërisht kjo gjë në Spanjë, në Francë, në Itali nuk ndodh dot. As bëhet fjalë ai kurr nuk zgjidhet dot në një postë shtetëror nëse nuk e flet si duhet gjuhën e tij, sepse gjuha mbrohet nga shteti. Në Shqipëri është kam përshtypjen këtu që sa më pak që din më le të bësh deputet. Po. Dhe jo vetëm. Po kjo është pra çështja. Shqipëria quhet Shqipëri gjysërt është shteti i shqiptarëve, sigurisht edhe ata pak minoritete që kemi, dhe i gjuhës shqipe. Në Kosovë gjuha shqipe është gjuha e 95% të popullatës dhe gjuha kryesore zyrtare besoj. Nëse ne në vendet tona nuk e respektojmë gjuhën tonë, atëherë shpret që prindrit si mund të presim që prindrit vërtet ua mëkojnë, fjalë e bukur edhe kjo, t'ua mëkojnë me tërë dashurinë e mundshme, me tërë përkushtimi e fëmijëve të tyre gjuhën shqipe, se shumica e fëmijëve tanë e brezit të rinj e shohin shqipen si diçka të përkohshme, si diçka kështu poshtë, as e flasim anglisht ose në gjuhë tjetër. Megjithatë është edhe që digitalizimi, është edhe që kjo gjuha, se gjuha angleze nuk është gjuhë globale vetëm në kuptimin e të folurit njerëz, është edhe gjuhë e internetit është. Po është gjuhë internetit edhe në Sloveni është gjuhë internetit, edhe në Maltë është gjuhë internetit, edhe në ndoshta Maqedoni është gjuhë internetit. Pse ata si kanë problemet tona? Nuk i kanë problemet tona. Në shumë pak vende ndodh kjo që ndodh me ne, edhe në Slovaki që 5 milion veta e flasin në gjuhë internet, në Letoni që 1,5 milion veta e flasin letonishtën, 2 milion, ndoshta në Estoni që 1 milion veta e flasin. Kudo është anglisht e gjuhë internetit, nuk është. Ne ndërkohë jemi kështu, ne i përqafojmë kështu me dëshirë më të madhe, sepse thash është ajo vetë përbuzje me gjuhën tënde, është gjuhë e vogël e jona, hasë nuk kemi fjalor ne. Ose është faji i standardit të 72 që unë se flas gjuhën shqipe. Gjithmonë ne gjejmë një arsye, na ka fajin dikush. Na ka fajin globalizimin, na ka fajin anglishtja, na ka fajin serbi, greku, turku, A është një problem, pra po i rikthehem, me gjithë këto që po i potencon, a është një problem i mos formësimit si duhet dhe sa duhet identitetit në kuptimin jo të asaj ngurtësisë nacionaliste e kombëtare, po të një identiteti edhe intelektuale, kulturore. Jo, është një lloj pasoje tranzicioni që uroj ti ketë ardhur fundi në Shqipëri dhe ti duke i ardhur edhe në Kosovë, është një lloj anarkizmi edhe mendor. Anarkia të bën pastaj që të shkëputesh nga themelet, nga rrënjët e tua kryesore dhe të fillosh pikërisht të vetë përbuzesh, duke i përbuzur ato shtyllat e tua identitare, siç është historia, siç është gjuha, siç është kultura jote, edhe vendi jot, thelbësisht.
Kjo është anarkizëm mendor. Jemi në fund të intervistës, po du t'ju pyet, a mos është kjo për shkak se ne përpiqemi edhe së të kësaj dite për me ndryshu gjendjen tonë në aktualitet, përpiqemi të ndryshojmë të kaluamën. Edhe a mos është kjo se papajtueshmëria jone përhershme e përjetshme me të kaluamën ka bërë me qenë kaq neglizhent për tashme. Nëse nuk jenë paqe me të shkuarën tënde, sigurisht që s'mund të jesh pastaj, s'mund të ndihesh mirë edhe në të sotmen. E përmenda në fillim atje që të dy palët që kanë luftu në Spanjë janë futur në të njëjtin vend edhe se kanë luftu për Spanjën. Prandaj po them, edhe unë mos është ky far problemi i shqiptarëve që e kalumja është bën një far vetkurthimi për i cilit nuk po mund dalim. Shikon, nëse do ta përmirësonin vërtet të tashmen, besoj do gjenim fryte më të mira nga e kaluara. Nëse të kaluara nuk e ndryshon dot, mund ta zbardhësh, mund ta shtjellosh, mund ta sqarosh, po e kaluara është. Dhe nuk e kthejmë dot. Po të përmirësojmë tashmen, do kemi kohë besoj ta gërmojmë më mirë edhe të kaluarën, për të ndjerë vërtet krenar, domethënë jo. Se edhe në të tashmen kur ne dikë e gjykojmë për të kaluarin, i themi spion, i biri, gjyshi ka bë këtë, babai ka bë atë. Pikërisht, gjithmonë kemi është kjo ide, nëse ti ecën vazhdimisht me kokë mrapa, do përplasesh diku. A nëse shef përpara, shkon përpara, shumë e thjeshtë. Mirë është ta kthejmë kokën nga përpara. Fillojmë spaku ta kthejmë. Po ta kthejmë dhe mos rrim me kokë mrapa tërkohën. Kjo është çështja. Ne vazhdimisht rrim me kokë mrapa. Sikur gjithkund tek popujt të tjerë, nga një gjendje e vështirë, nga një gjendje anarkike, nga një gjendje keqe ekonomike, nga një luftë civile, nga një përplasje, mund të ndjerë dikush deri në një pikë caktuar, se që patëm në fillim atje edhe Aznarin edhe NATO-n edhe botën që na qiti deri në një, që themi na qiti deri në breg. Mirë po, në fund do t'i zgjidhësh vetë këto probleme. Sipas jush, çush del ky shqiptar në një gjendje më të mirë, më të qetë, më të rehatshme, më në paqe me veten, çush do duhej, cilat do të ishin? Do duhet të binim paqe me veten sparim, të bëheshim mundësisht të zotit e vetes, jo në kuplimin e armatosjes deri në dhëmbë me radhë, për më tepër të merreshim me punën tona, jo me punët e botës. Ne kemi gjithmonë dëshirë, sidomos ata që na drejtojnë, të zgjidhin çështjet e botës. Të bëhemi mbar botror, të diskutojmë ç'bën Trumpi, ç'bën Kina, ç'bën Kanadaja, ç'bën Tajvani, merrem me punët e tua vëlla. Jemi në një rajon gjeostrategjik shumë të rëndësishëm, gjithmonë mesdheu ka qenë epicëndër e zhvillimeve botërore, që nga Greqia lashtë, Roma e të tjerë, gjithmonë ne jemi në rajon shumë të mirë, që gjithmonë do të jetë i rëndësishëm. Duhet të bëhemi të rëndësishëm për veten, që të jemi të rëndësishëm edhe për alatët e duhur. Edhe të merrem me punën tona, jo me punët e tjerëve, të rregullojmë sa më shumë punën tona, se po i rregullojmë ne punën tona, besoj edhe bota do na respektoj pak më shumë. Mirë, faleminderit shumë që ishim prizma. Kënaqësi. Faleminderit shumë.